Kosova dhe Shqipëria muajin e kaluar morën pjesë në stërvitjen Defender Europe 25, zhvilluar në Shqipëri në udhëheqjen e Komandës Evropiane të SBA-s dhe bashkëpunimit të ngushtë me NATO dhe vendet aleate. I pyetur nëse NATO po ndihmon Shqipërinë e Kosovën për sfidat e mundshme në një mjedis gjithnjë dhe më të tensionuar, eksperti i sigurisë Dritan Goxhaj mohoni gjë të tillë. Sipas tij, nuk ndodh kjo për shkak se NATO ende nuk e ka kuptuar që kemi hyrë në luftën e një gjenerate të re. Jo, NATO nuk po ndihmon as pak në këtë. Kjo për faktin se NATO vetë akoma duket se nuk e ka kuptuar që kemi hyrë në luftën e një gjenerate të re dhe duhet jo vetëm ndryshim strukturor, por edhe prioritetet të tjera. Gjërat këto që vetë NATO nuk ka nisur as pak që t'i bëjë as për vete, por NATO reflektonte ne në atë çka është, që ka mbetur akoma te ankronozimi i vjetër i bërjes së luftës, ndërkohë që lufta sot në Ukrainë që 3 vjet dhe ajo në Izrael Gaza që 2 vjet, dhe ajo midis Pakistanit dhe Indisë treguan mënyrën e luftës moderne, me të cilën ne dhe NATO as si kemi hyrë të trajtojmë si koncept teorik. Kjo e tregoi dhe stërvitja e fundit Lar Defender 2025, deklaroi Goxhaj. Ai tha se kjo stërvitje është bërë me modelet e vjetra të luftrave të mëparshme, ndërsa shton se me zhvillimin e teknologjisë, gjërat kanë ndryshuar. Po ashtu ai thotë se nuk ka avancime në drejtimet e teknologjisë, ndërsa zbulon se Serbia ka krijuar njësi të veçanta për përdorim të dronit të vogël. Ndërkohë të ne si në Kosovë dhe në Shqipëri nuk kemi as pak avancim në këto drejtime. As krijimi i njësive të veçanta të dronëve dhe të operimit të tyre, as në shtimet të artillerisë dhe kundër ajrorit. Sot edhe tek ju edhe tek ne mburren me një 3 a 4 dronë të mëdhenj të blerë në Turqi, që realisht nuk vlen asgjë për një luftë të ardhshme, ndërsa në Ukrainë po bën nami droni i vogël që njihet si FPV. Serbia për shembull ka krijuar njësi të veçanta për përdorimin e tyre pothuajse në të gjitha njësitë e saj bazë, në nivel batalioni dhe brigade, si dhe jo vetëm ka blerë 20.000 dronë kamikaz, por tashmë ka vite që edhe ka filluar prodhimi në disa madhësive deri në 4 deri në 5 kg. Ne nuk kemi asgjë të tillë, ka deklaruar Goxhaj. Ai kërkon që NATO të mendojë dhe të përgatitet për realitet të ri luftarak. Prandaj mendoj se NATO duhet të fillojë të mendojë dhe të përgatitet për këtë realitet të ri luftarak, dhe normale që po e bëri për veten në atë moment, e ka bërë edhe për ne, pasi ne nuk kemi jashtë doktinës së NATO-s, ka përfunduar eksperti.